Bismillahirrahmanirrahim. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Mirë se vini në takimin ton të radhës. Sot do të flasim rreth një teme me interes për gjithë shoqërinë, temën e besnikërisë dhe mirënjohjes. Për të folur më shumë rreth kësaj teme, kemi mysafire teologen Agime Sogojeva, të cilës i dëshirojmë mirëseardhje dhe falenderojmë për pranimin e ftesës. Faleminderit juve për ftesën. Zonja Agime, si e kuptojmë besnikërinë? Si e kuptojmë të qenurit besnik sipas parimeve islame? Bismillah, me emrin e Allahut të mëshiruesit, mëshirbërësit, falenderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu xhaleshanuhu, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet ja dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, krijesës më të dashur të Allahut dhe të zemrave tona, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe të gjithë neve që pasojmë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të flasësh për besnikërinë është një virtyt moral i cili duhet jetë pjesë përbërëse e jetës së besimtarit, i cili e beson Allahun dhe ditën e gjykimit. Besnikërisë i ka kushtuar rëndësi të veçantë Allahu dhe i dërguari i tij, ku Allahu na thret duke na thënë dhe na obligon që të jemi të kujdesshëm dhe besnik ndaj detyrës që e kemi marrë në përgjegjësi. Besimtari duhet të jetë besnik së pari me Allahun xhaleshanuhu, krijuesin e gjithësisë, Zotin e tij, e pastaj dhe me të gjitha krijesat që e rrethojnë. Se me të vërtet besnikëria është një virtut moral me të cilën jo çdo kush mund të dallohet, na tregon edhe vetë Allahu xhaleshanuhu ku na thot në Kur'an, Allahu besnikërinë, besën në Zotin, besën me njerëzit, me veprat e mira ja paraqiti qiejve, tokës dhe kodrave. Mirë po ato nuk ishin të gatshme të pranojnë një përgjegjësi të tillë. E ai i cili e pranoi një gjë të tillë ishte njeriu. Domethënë besnikëria me të vërtetë është njëra prej virtyteve morale, e cila është bazë pas e cilës edhe vijnë moralet tjera. Njëra prej cilësive të munafikut është kur i besohet tradhton. Gjë që është e kundërta me besimtarin. Ai me momentin që i besohet diçka, me besnikëri e çon në vend emanetin e marr. Kështu që duhet kemi kujdes nga këtë pikë, nga se besnikëria e sjell kënaqësinë me Zotin, mirë po e sjell edhe atë kënaqësinë dhe ëmbëlsinë e jetës së besimtarit. Ajo se cilën vetëm se domethënë dallohet që kanë thonë dietarët e kanë nda se çka është besnikëria në Islam ose në atë porosinë hyjnore, është kryerja e detyrave me përgjegjësi ndaj të gjitha atyre që na rrethojnë dhe çuarja e amanetit në vend ashtu siç dohet. Pra duhet kemi kujdes nga se me besnikëri njeriu vetëm se e zbukuron jetën e tij dhe e kundërta ai dyftyrshi nëse guxojmë me thënë ose ai jo besniku përveç se ndjen veten çdo herë të ngushtë të mllefosur, domethënë grindet me vetveten e vet, ai nuk ka mundësi që të jetë i suksesshëm edhe me ata të cilët e rrethojnë. E përmendet se besnikëria është një cilësi, është një virtyt i lartë i njeriut në jetën e përditshme. Si e shpjegoni besnikërinë në raport me Zotin? Besnikëria në raport me Zotin, thamë edhe në fillim, ka vlerë të madhe ose është prej çështjeve parësore. Me momentin që neve kemi besu Allahun, duhet të qëndrojmë besnik kësaj bese të cilës ja kemi dhënë vetë Allahu xhaleshanuhu, ku Allahu na thret që të jemi të kujdesshëm, o ju që keni besuar, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin e tij, e kështu të tradhtoni emanetet që i keni marrë. Fjala vjen, çu ta tradhtojmë Allahun dhe të dërguarin? Pra, të kemi kujdes. Hecim bazë të asaj që Allahu na ka thirrë dhe na ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga se kjo është edhe ajo bukuria dhe qëllimi i jetës së besimtarit për një jetë të kënaqshme në këtë botë dhe shpresa për shpërblim nesër në botën tjetër. Në momentin që ti ke thonë la ilaha illallah, besoj Allahun,
Më thonë ti do të qëndrosh besnik dhe quarjes në vend atyre porosive me të cilat vetëm se të ka obligu Allahu Gjeleshanuhu. Mësimet profetike na edukojnë të jemi besnik edhe të cilemi si të tillë. Si mund të jemi besnik dhe mirënjohës ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai erneku më i përkryer që neve mujmë ta marrim për ernek mostër të jetës tonë në këtë botë. Nuk ish me mjaftu vetëm të themi la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, do të thonë besoj Allahun, pastaj dhe e besoj të dërguarin e tij, e që veprat tona kishin me qenë të kundërtën e asaj që na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që shtam edhe në fillim, nëse dojmë të kemi jetën e mirë, jetën e qetë, komoditetin të cilën të gjitha neve e lakmojmë, atëherë duhet të shkojmë sipas porosive të Allahut dhe të dërguarit alayhis salam. Asesi nuk ish me mjaftu vetëm se unë e besoj Allahun, unë e du pejgamberin alayhis salam, pejgamberi alayhis salam ka qenë njëri që meriton të mirët për shembull, ndërsa veprat tona kishin me qenë të kundërtën me ata që ka na thret i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam ka qenë njeri besnik dhe ai në një hadith na tregon se besnikëria është pjesë e besimit. Besimtari duhet të kujdeset në këtë aspekt, nga se nëse don me qenë i kompletshëm, duhet ta rrethojë Islamin në të gjitha anët. E njëna thamë prej virtyteve më kryesore në jetën e besimtarit është besnikëria, ku dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe cilëson ose pe etiketon sikurse pjesë të përbërëse të besimit. Pejgamberi alayhis salam ka qenë i atill sa që besnikërisë i ka qëndru shumë mrapa, duke pas kujdes edhe me jo besimtarët. Mos flasim me pa besimtarët, mirë po edhe me jo besimtarët. Kisha me këtu një tregim sa për ilustrim, një ngjarje kur muslimanët po emigronin për në Medinë. Do të thonë, cili ka qenë qëllimi kur muslimanët po emigronin në Medinë, vetëm se t'i qëndrojnë besnik prap fjalës la ilaha illallah, nga se ka qenë e pamundur jeta në Mekë, duke qenë prej atyre që kanë pas torturat vazhdueshme vetëm me vetmin qëllim se kanë qenë praktikues të fjalës la ilaha illallah dhe pasues të rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur muslimanët e parë po emigronin për në Medinë, në mesin e tyre, do më thonë që niset për në Medinë ka qenë edhe Hudhejfe ibn Yaman, me njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam. Derisa ky po udhtonte, mushrikët e Mekës sikurse e zojnë dhe ndalojnë dhe e pyesin se për ku je nis me pasurinë tënde, dhe ju tregon se ca kujti ishte emigrimi në Medinë. Thonë afse se na nuk do të lojmë që ti të jesh atje, për shkak thotë se ti do të na luftosh së bashku me Muhamedin. Thotë apo shkon atje në Medinë që të na luftosh së bashku me Muhamedin? Asesi thotë nuk ka mundësi që me arriti një gjatë të tillë. Dëshira e tij ishte që të mrrijë në vendin, destinacionin ku vetëm se ishte nisur. Dhe pe bën një marrëveshje me mushrikët dhe piu thotë, nëse ju premtoj dhe ju them se asnjëherë nuk do të jem prej atyre që do t'ju luftoj dhe do të marr pjesë në luftë kundër jush, a do të më lironit? A do të ma jepni mundësinë që t'u ftoj? Dhe ata, duke ditë sinqeritetin e tij, e bojnë marrëveshjen dhe e lirojnë që të kthehet dhe të vazhdon rrugën për ku veç ishte nisur tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I kënaqur Hudhejfe në momentin që mbërri në Medinë, pja tregon rastin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pi thotë se kështu ndodhe, kështu ju premtova. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i kënaqur me ata që Hudhejfe ka arritë të mbërri deri në Medinë. Pas një viti po ndodh lufta e Bedrit. Në luftën e Bedrit, grupi i besimtarëve, i sahabëve, ka qenë numër i vogël, numerikisht ka qenë i vogël, ndërsa e kundërta ka qenë numër shumë të madh. Dhe Hudhejfe dëshira që të bashkangjitet në luftë besimtarëve, vazhdon dhe ju bashkangjitet grupit të luftëtarëve. Është shumë interesant me të parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Hudhejfen dhe pe pyet, o Hudhejfe, thot, a nuk ju pate premtuar se asnjëherë nuk do të luftosh dhe nuk do të marrësh pjesë kundër tyre? Thot, po i dërguar i Allahut. Çka pi thot pejgamberi alayhis salam?
thot ktheho në Medinë dhe mbaje besën, besnikrin e dhën. Qëndro besnik në besën e dhën. Subhanallah, ky ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili gjithsesi duhet jetë shembulltyra jetësore e neve besimtarve, sidomos në këtë kohën që po jetojmë, duke i ditë se besa sikur i ka humb vlera, sikur subhanallah në kalunin kjo çështje ka qenë shumë e rëndësi. Njeri kur e ka dhënë besën ka bëu çdo gjë me qëndru mrapa sajna. E ka dhënë besën saqë ka qenë gjendje çdo gjë me bo vetëm mos me thy, mos me humb moralin, mos me humb nderin e vet. Ja ku më dhon fjalën edhe çdo gjë krytash. Ndërsa sot fatkeqësisht nëse guxojmë me thonë, ndoshta ka ardhur koha që nuk guxojmë t'i besojmë askujt. Nuk guxojmë t'i besojmë askujt, saqë ndoshta nganjëherë edhe nëse vjen deri te ajo që të betohet, edhe emrin Allah nuk jemi prej atyre që e marrëm me besnikëri. Fatkeqësisht një gjë e tillë s'kishte dashur me ndodh, sidomos në mesin e neve besimtarve. E përmendet se fillimisht duhet jemi besnik me Zotin, pastaj me pejgamberin alayhis salam. Pas këtyre ndaj kujt obligohemi të jemi besnik? Kush e ka radhën? Po, ashtu është, domethënë besnikëria e parë që duhet na ta tregojmë në jetën tonë është ndaj Allahu xhaleshanuhu krijuesit tonë dhe ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj ndaj gjitha atyre begative që na rrethojnë. Ndaj çdo gjaje që na rrethon, duhet kemi kujdes, nga se duhet të qëndrojmë përgjegjës besnik, kujdestar ndaj asaj me cilën të ka dhënë Allahu, të ka begatu Allahu. E njëra prej begative të veçanta është familja. Është familja. Familja është dhurata më e çmuar që Allahu xhaleshanuhu na ka mundsuar të kemi në këtë botë. Për atë që shtam pak më herët në të kaluarën, kam pas shumë kujdes sa i përket besnikërisë në familje. Gjë që është zbekove të fundit, e sidomos në vendin tonë kjo gjë është e theksune. Përderisa je prind, ose je motër, ose je vëlla, e ki një përgjegjësi me të cilën të ka ngarku Allahu xhaleshanuhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, çdo bari është përgjegjës për kopën e vet. Ti përderisa je krye familjar, je përgjegjës për kopën familjen tënde që Zoti ta ka dhënë. Ke kujdes çukët e manet në vend, se nëse ata janë të shthurur, nëse ata janë të humbur, ti tregon se nuk e qenë besnik ndaj tyre dhe përgjegjësia do të jetë e madhe, edhe nesër pas nesër në kërbot kur pishom se po na humb familja, po zhgënjehemi me vëllat ton, mirë po, edhe kur dalim para Allahut, me çfarë arsye do t'i dalim Allahut, nuk kemi qenë gjendje me eduku fëmin ton. Domethënë, cila është përgjegjësia? Së pari është edukata, morale, gjë që është shumë i shthurur në kohën në cilën po jetojmë. A kujdesemi neve për moralin e fëmijëve tonë? A kujdesemi neve për moralin e familjes tonë? A jemi prej atyre që nuk na zën gjumi përderisa fëmijët tonë nuk janë në shtëpi? Sa pi qëndrojmë besnik dhe mrapa saj? Tham përgjegjësia është e madhe, ku tha pejgamberi alayhis salam, ti je ai përgjegjësi për kopën tënde. Pastaj, domethënë, risku është ajo që Allah ja ka caktuar, nuk mjafton fëmijës dhe familjes mja mbush vetëm barkun bok. Mirë, po çka duhet jemi? Duhet kujdesemi në çdo aspekt. Me kon po rrin, me kon po shoqërohet, me kon po del, sa ora po kthehet, cilët janë shokët e tij që ai bisedon, flet, shoqërohet me ta, në mënyrë që tham nesër pas nesër mos jemi prej atyre që ja hudhim atë përgjegjësinë kohës, sikurse fjalojmë sot. Shumë prej familjarëve tonë, njerëzve tonë, Allah mos e dhash që t'jemi edhe neve si besimtar në mesin e këtij grupi, cila është arsyeja, domethënë, koha ka ardhur. Koha e bën veten. Nuk do me thonë që koha na bën me ik prej përgjegjësisë dhe besnikërisë që duhet ta kemi në familjen tonë. Pastaj njeriu duhet të qëndrojë besnik, tham fëmijëve, duhet të qëndrojë besnik edhe me gruan e tij. Bile është shumë interesant, emanet, gruaja është prej emaneteve të Allahut në dorën e burrit. Sa pi qëndrojmë besnik në kohën që po jetojmë çështjes bashkëshortore.
mos flasim me ata se nështë vazhdimisht kemi përçarje, kemi probleme, kemi etiketime, kemi rrahje, maltretime, kemi edhe tradhti morale. Subhanallah, nuk është gruaja të mpase, nuk është e kundërta, a nuk mjafton që na sheh Allahu? A nuk është gruaja emanet në dorën e burrit kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në momentet kur po ik prej kësaj dunjaje, çka po thot? Namazi, keni kujdes namazin edhe ata që e keni në përgjegjësinë e juaj. Edhe kur na kanë tregu dietarët se kush është ajo që e kemi në përgjegjësinë tonë, kush është domethënë gruaja në dorën e burrit, nga se ajo pelën krejt familjen dhe po vjen tek ti me ta kriju familjen tonde. Me gjetë prehjen, kënaqësinë, qetësinë, ndërsa ndoshta është e kundërta, aq pa besnik jemi sa çdo kujt i afrojmë kënaqësi, lumturi, i krijojmë komente, japim like, ndërsa në familje ndodhe kundërta. Kemi kujdes në vendin ton, jemi duke parë se në çfarë gjendje po shkon çështja familjes, kur ke punat e gruaja me fatkeqësi të madhe shprehim këto, me breng të madhe shprehim këto që viteve të fundit, domethënë çaq jemi të pa kujdesshëm këtë pikë në aspektin bashkëtorë, saqë burri çon në dorë dhe mbi gruan. Kemi x raste që burri e vret gruan. Allahu na rujt, e vret o e mbyt duke rra, e mbyt mandje edhe duke qenë ajo me barr, sikur njeriu kish me qenë besimtar që i friksohet Allahut. A kish me vepru një gjatë tillë, ndaj askujt, e aq ma pak ndaj asaj që Zoti e kalon emanet, nga se Zoti ka zgjedh me qenë ti i cili e kalon jetën me te. Nëse nuk të shkon ndaju, ama mos vjen asesi deri tek tradhtia në asnjë aspekt, as në aspektin e kujdesit, as në aspektin e moralit, nga se tham, është një emanet që përgjegjësinë e saj ta ka besu vet Allahu xhaleshanuhu. Për në fund, zonja Agime, si duhet sillemi në mënyrë që besnikëria dhe mirënjohja na karakterizoj si musliman? Ashtu siç tham edhe në fillim, domethënë besimtari duhet ta ndjej përgjegjësinë ndaj Zotit xhaleshanuhu, duhet ta ndjej përgjegjësinë ndaj porosisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë kjo me të vetmin qëllim që njeriu ta gjejë atë lumturinë jetësore në këtë botë dhe përgatitje për botën tjetër. Pastaj duhet jemi përgjegjës ndaj gjitha atyre krijesave që na rrethojnë e mbi të gjitha ndaj prindërve tonë. Ti bojmë ata që te kuptojnë se na jemi të kujdesshëm për ta, i duam ata, i respektojmë ata, për shkak se prindi është ai i cili është shkaktari i ardhjes tonë në këtë botë. Cila është ajo që ti qëndron besnik me botë të lumtur prindin ton. Pi tregon se ti je i kujdesshëm ndaj tij ose ndaj saj. Edhe kjo nëse guxoj me thon, pak sa është zbe. Ndoshta jemi të kujdesshëm ndaj një shoqes, ndaj një shokut, ndaj një njeriu shumë të largët i cili na bën një telefonat dhe jemi në gjendje çdo gjë me bu vetëm se mi dal në fjalë, ndërsa jo ndaj prindit i cili bën çdo gjë vetëm që ti të jesh mirë dhe të jesh i lumtur. Domethënë të jesh mirënjohës ndaj prindërve tu, të jesh mirënjohës ndaj familjes tonde, të jesh mirënjohës ndaj gjithë atyre që ty të kanë bë mirë. Si duke javë shpreh, duke i falenderu, duke ja bu një telefonat dhe duke mos javë harru të mirat e tyre. Nuk të kushton asgjë mi marrë në telefon dhe të jesh falenderues dhe ta kushtojsh me nostalgji atë kohën kur ai të ka liru kur ti ishe në hall, ishe në dert, ishe në brenga. Neve në momentin që të lirohemi i harrojmë edhe mirësitë që na i ka bë dikush. Jo, qëndroj besnik atij i cili të ka ndihmuar në gjendje ndoshta më kritike kur ti ke qenë. Më kujtuan këtë rast kur është punat e telefonata, tregohet një tregim i cili thot njëri prej besimtarëve thot e ndëgjova një ligjërat për mirënjohje ndaj atyre që të bojnë mirë. Thot edhe mu kujtu para sa vitev kur njëri prej të afërmëve të mi kishte qenë personi i cili më nxjerri për një situate e cila ishte ankth për mu. Kishte vite ma herët mirë, po unë kisha harruar atë mirësitë ti, edhe pe telefonoj, e pe falenderoj, e pe kujtoj ata dhe vetëm, po bisedojmë, po qeshem,
duke kujtu të kaluarën kur ai ishte në përkraje me ndihmën time. Thot me momentin thot që unë mbylla telefonatën e përfundova, aq mirë u ndjeva, aq i lumtur u ndjeva sa që një javë det mi pas bua Allahut ibadet edhe adhurim, me një adhurim të veçantë, nuk kisha me ndje lumturinë që ndjeva në atë moment kur unë qesh mirënjohës dhe kesh falenderues ndaj atij i cili ka vite që pa të haruar. Do të thonë, shijoje këto, mos e le veten me të neglizhu nga se koha, nga se me të vërtet po jetojmë këtë jetë dinamike që po themi jeta po shkon shumë shpejt me shumë obligime, mirë po megjithatë shijoje ëmbëlsinë e të qenurit besnik dhe mirënjohës e falenderues. Është shumë interesant, kaluarën kanë qenë shumë mirënjohës dhe kanë qenë shumë besnik. Ju ka mjaftuar njerëzve që për atë besnikrinë e tyre me mjaftu dëshmia e Allahut. Me mjaftu dëshmia e Allahut. Ndërsa sot, subhanallah, inshallah Allah na përmison gjendjen tonë dhe e kemi si shembull të jetës tonë çdo vepër mirë i cili na thret Allahu dhe i dërguari i tij në të. Sahabët shokët e pejgamberit alayhis salam ka qenë mirënjohës shumë të mëdhenj ndaj njëri tjetrit, edhe pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ata janë munduar me çun vend porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lut Allahun që edhe ne të jemi prej tillëve. Lutjes suaj i bashkangjitemi edhe ne, ju faleminderit shumë për prezencën. E lusim Allahun të na furnizojë me sinqeritet, me besnikëri dhe mirënjohje të thellë, së pari ndaj Allahut, pastaj ndaj pejgamberit e pastaj ndaj gjithë njerëzve. Deri në takimin e radhës, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.